Musa mërzitet shumë kur shikon në Rivenin me Darsin. Edhe sikur të mos mjaftonte kjo, asaj duhet të përballet me triksat e këqija. Por së bashku, Wingsat dhe specialistët do ta shpëtojnë. Brenda Bloomit porriten fuqi të mëdha magjike dhe kujtime që kthehen nga e kaluara. Bloom! 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 Hey! Yoo-hoo! Po e hum fare të ruan, vajz. A dëgjon qofte edhe një fjalë të vetme që të them unë? Ha? Më fal, Stella, kisha humbur kaq shumë në mendime. Pra, çfarë ishte duke thënë? Ha? Me siguri që s'te intereson fakti që profesor Palladiumi do të na çojë të gjithave në dhomën e simulimit. Mendoj se është një lajm fantastik për të Po gjithë. dallesh, kam dëgjuar se në atë vend ndodhin gjëra të mrekullueshme. Po, edhe disa të tmerrshme. Nuk e pse trembesh, Flora. Më dëgjo. Janë të gjitha fjalë të kota. Nuk ka se çfarë të ndodh atje. Më beso mua për këtë. Ke të drejtë. Do ta shikosh, Flora, do t'jetë argëtuese. Se për mua, kam ndërmend një eksperiencë të jashtëzakonshme, diçka që do të futet në histori dhe që do të bëhet kryebiseda Alfeas. Ups, më falni. Bloom ka fuqi të pabesueshme. Ajo nuk është zane zakonshme, kjo është e sigurt. Është tepër e mirë për një studente të vitit të parë. E jeni të kontrollojnë. Shikoni, fuqia e Bloomit regjistrohet në nivelet më të larta. Kuptoni çfarë dua të them? Sigurisht, energjia magjike e asaj vajze të vogël është e barabartë me ato të flakës së dragojit. Duhet ta vëmë sërish në provë Bloomin që të sigurohemi. Por unë si kuptoj juve, madhëri. Çfarë ke kësaj radhe? Çfarë nuk kupton natë? Unë s'po kuptoj. Se po kërkoni atë flakën. Dhe ku mund t'i jetë? Ajo mund t'i jetë në një qiri ose në një utak. Të shpije nga njërit ndoshta. Budallaju sa vjedhe na turpëron më shumë. Përsa nuk ma përgjigjeni, mos bëra ndonjë gabim? Vërsyze të ktheu këtej giganti trash. Flaka do të na kthej madhështinë e një të kaluar e të largët. Ja, kjo është dhoma e simulimit. Po çfarë është me saktësi? Pra, është produkti magjisë më të fuqishme dhe i teknologjisë më të sofistikuar në botë. Drita e prodhuar nga planetet e qelibarit lejon kompjuteret tanë të fuqishëm të krijojnë gjithë llojet e realiteteve dhe mjediseve virtuale. Kopjet janë krejtësisht pa të meta. A mund të përdoret për të imituar takime virtuale me djemë? Një të tillë do ta kesh se s'bën. Po si, pse nuk imitojnë provimin tuaj të fundit më mirë? Paraprakisht, për mesin e këtij semestri, kam përgatitur një imitim të gjërave që do të jenë se s'bën në provim.
Tani, le t'i hedhim një sy dhomës së kontrollit. Nga këtu, shikojmë gjithçka çfarë ndodh në dhomën e simulimit. Këtu futemi në zonën tënde të preferuar. Po, ajo është e mrekullueshme. Ju keni mundësinë të zgjidhni mes dy provimeve. Shikoni. Mundësia ju e parë është të përdorni magjinë për të kundërvepruar ndaj rezultateve të këqija të një magjie të bërë nga një grup shtrigash të liga. Duken tamam si të vërteta. Po, janë super të shëmtuara. Tani, mundësia e dytë, përdorni magjinë për të prodhuar rezultate pozitive në një mjedis të dëmtuar. Kjo është pika ime e fortë. Por për një vajzë si puna ime, kjo do t'jetë fare e lehtë. Modestia është cilësia jote më e mirë, hë? Jo, kjo vjen e dyta, vjen me njëherë pas bukurisë. Do të takohemi këtu së bashku nesër për provimin e semestrit. Ju lutem shumë e jani të përgatitura dhe gati. Besomni, do të jetë një eksperiencë që do ta mbani mend për tërë jetën. Më në fundi arrita të bëj një xhiro me dragua sot. Wow, kush e di sa bukur ishte. Më rëzoj disa herë nga shala në fillim, por më në fund me pak mundim ja dola. Po ti, si ja kalove sot? Unë në fakt mora vesh se nesër kam një provim shumë të rëndësishëm. Ledi, do të luaj? O, ashtu? Çfarë provimi? Ja, kape! Dhoma e simulimit, do të marrim notën e semestrit të parë. Vërtet? Edhe nena duhet në njerë që të bëjmë provime të tilla. Profesor Palladiumi na dha dy mundësi për të zgjedhur. Unë vendosa të zgjedh atë ku duhet të përdor magjinë për të rregulluar një mjedis të dëmtuar. Dhe ti mendon se tashmë je gati? Në të vërtetë jo, por Po, e di ç'do të thuash. Edhe unë nuk ndihem gati para një provimi. Por në fund ja dal gjithmonë mirë zakonisht. shpresoj të më ndodhe edhe mua kjo gjë. Ke për të dalë shumë mirë, jam i sigurt për këtë. Kjo është me të vërtet interesante. Darcy, arrin të më dëgjosh tani? Riven. Kam disa lajme për ty. Rreth Bloomit. Pra, kjo qenë ka dhoma e simulimit. Ta shiko, që kompjuteri fuqishëm. Por jo aq i fuqishëm sa unë. Gabim, keq funksionimi i sistemit. Ta çfat në provimin e nesër në Blum, do kesh nevojë. Në rregull, zonjusha, do të fillojmë pas disa minutash, me radhë. Sa më pëlqen të shikoj këto provime. Jam kaq nervoze. Po, shpresoj të mos jem e para. Unë them se është më mirë të jesh e para. E mbaron dhe thjesht e heq mendjen prandej. Blum, dëgjove se çfarë thash?
Po, mund të jetë më mirë. Çektësi. Në rregull, gjithçka gati. Le të fillojmë sa më parë me provimin. Cila nga ju zonjusha do të nisë para? Stella, sigur the që doje të mbaroje shpejt e shpejt. E po ndryshova mendje. Sikur ta dija. Do ta zgjedhun vullnetaren e parë. Blum, cilën nga provimet do të zgjedhësh? Po, mundësinë e dytë, zotri. Unë dua të punoj për një mjedis të dëmtuar. Zgjedhja e shkëlqyer. Eja atëherë. Mund ta zgjedhësh ti mjedisin. Kë mjedis do? Po mendoja për një mjedis të izoluar. Madje sa më të izoluar. Në rregull, ka një vend të tillë që quhet Domino. Është vendi më fatkeq dhe më i mirë në dimensionin magjik. A ke dëgjuar ndonjëherë për Dominon? Jo, nuk kam dëgjuar asnjëherë për të, por jam e sigurt se do të jetë i përsosur. Në rregull pra, ja ku është. Sa po të hysh në dhomën e simulimit, Domino do të shfaqet rreth teje. A je gati? Po, kam marrë edhe disa përbërës për ilaçe. A mund t'i marrë edhe këto me vete? Patjetër, merr ç'të duash. Ja pra. Provimi do të zgjas 30 minuta. Do të jem në dhomën e kompjuterit duke kontrolluar gjithçka. Bëj të pamundur. Do ta bëj. Pa çfat. Ke kujdes, o? Kujdesu për veten. Zgjidhe vet. Ç'lloj inkurajimi është ky që sapo the? Është më i logjikshmi. Faleminderit, vajza. Do të shihemi. Këtu ngriken nga i ftohti. Domino. Tani çfarë mund të bëj unë për ta përmirësuar këtë vend? Tiko! Çfarë po bën ti këtu? Tani të bësh liporush i mirë. Kam gjëra shumë të rëndësishme për të bërë. Do të filloj me disa bimë dhe do të përdor magjin. Rritu, filiz i vogël, rritu! Oh, sa mirë! Përshëndetje, e dashur Winx. Oh, jo ti! Çfarë do ti këtu? Mos hum kohën kot, duke bërë pyetje që sharake. Mbroje veten, Kjo nuk duhet të ishte në provim, por tashmë nuk kam zgjidhje tjetër. Më duhet të përballem me ta. Unë e di që jeni holograme, por prap ju jeni triksat dhe i di që nuk ma doni të mirën. Forca Darcy, ngrihu! Profesor Palladiumi ka zgjedhur një provim shumë të vështirë. Nëse Blumi arrin ta përfundojë, do të marrë nota të larta. Winxi po ja del shumë mirë. Po arrin t'ja dalësh mban, Stormy? Endi jo, motor. Duket sikur po shtyp me ndërgjegje fuqitë e saj. Pra kjo do të thotë që zana jon mund të bëjë shumë më tepër. Ta tërbëjmë fare, kështu do të zbuloj fuqitë e saj të vërteta. Tani është momenti që ta çmendim fare. Sa të mërshme.
Oh, jo! Do se do të bësh tani? Jepi Stormi, është e gjitha për ty. Po, e gjitha imja. Zito Bloom! Do të digjesh! Shtriga sa më lodhë! Prit, para se të merresh me ne, ndoshta duhet të ndihmosh lepurushin tënd. Kiko, mos lëviz! Nuk po përqendrohesh, Bloom. Humbe! Kiko! Jo! Jo! Unë s'të pëlqej as pak. Ai si! Çfarë po bën, vajz? Nuk do të lash haku? Do na lësh t'ja hedhim kaq lehtë? Po, ajo është! Profesor! Tekna, çfarë më ndodh? Duket si po prishet kompjuteri. Kiko? Mendova se ishe... Çfarë? O, Zot. Unë mund ta dëgjoj. Kiko! Eja, unë mendova vërtet se ishe... Oh, Kiko! Duhet ta kthejmë pas patjetër. Do më duhet të përdor magjin. Një magji rikthimi do të na bënte punë tani. Fixum bellum. Po, si mund të jetë e mundur? Bloom! Bloom, a je mirë? A e kupton dot që prishe kompjuteri? Vërtet? Po, vërtet. Kompjuteri simulues u prish fare. Po ti ndihesh mirë, apo jo? Të them të drejtën, jam pak e tronditur, por mirë jam. Propozoj që të shtyj provimet. Në fillim duhet të rregulloj kompjuterin, pastaj të programoj sërish provimet. Zonjusha, 3 ura për Bloomin. Oh, edhe Bloom, me qëra fjala. A mund të na e shtysh edhe provimin e historisë? Po, mund të përpiqem. Në episodin e ardhshëm, gjatë provimeve, Flora do të bëhet e padurueshme
Wingsa do ta ndihmojnë në një ekspedit në moçalin e Baltës së Zezë, por një krijesë misterioze kërcënon moçalin. Një tjetër mister për të zgjidhur.